Më ka ardhur këtë javë ftesa nga presidenti i Shtetet Bashkuara për të vizituar Washingtonin në ditët në vijim, për atë që e kam paralajmëruar kur ajo tufa e bombave artizanale plaste dhe kërciste edhe në sallën e Kuvendit me gjithë farë lloj pretendimesh që sot i nxjerrin përsëri qesharak, duke thënë se unë nuk shkoj dot, se mua s'm kanë ftuar, se. Dhe faktikisht, siç e paralajmërova, do të jem në Washington për themelimin zyrtar të Bordit Paqes dhe për fillimin e aktivitetit të atij bordi, ku Shqipëria ka privilegjin të jetë shtet themelues dhe ku Shqipëria nuk do të kontribuojë me para për të antarësuar apo për të qëndruar si antare e përhershme, po kontribon me dinjitetin dhe me atë që e ka bërë të respektohet ndërkombëtarisht dhe të ftohet deri në këtë nivel kaq të lartë të diskutimit mbi të ardhmen e paqes.